Shikuesimi të dashur, rikthehemi, është sot ditë e ejte. Ejteja është sonte me neve, jeni me programin tuaj dhe tonin. Ora shënon 18:03 minuta kur neve startojmë këtë emision. Ditë e bukur, ditë e ejte. E ju pëlqen ejtja, Valentin? Ditë e ejte, ditë zoti. Atëherë dita e ejte edhe në Shqipëri është ditë dasmash, të paktën komuniteti musliman, unë jam e komunitetit musliman, ne më përpara i bënim gjithmonë të ejteve. Traditat kanë ndryshuar edhe kanë kaluar ditët e diela, por zakonisht vazhdojnë, ka shumë familje që vazhdojnë të ruajnë traditat e vjetra dhe dita e ejte është një ditë dasme, është edhe një ditë falje, është një ditë shumë e mirë. Për gjithë shqiptarët ju uroj shikim të këndshëm. Dita e ejte, qa ke? Që shke u dita e ejte? Unë e thëmë, për mu është dita e martë, ditë fati, po dita e ejte. Sot është dite e ejte, dite pare jamës, ju gëzu zemra nanës, ju gëzu zemra babës. Hajde, hajde, bajraktar, krujqit baligari, gëzu zemra ma par, se ka ardhur vakti. Hajde, hajde, bajraktar, kalle definson te... Unë zdi muna. Kushtrim je i ma. Nëse doni buzëqeshje. Kushtrim, dita e ejte, dita parë javës nuk është, që ti e thënë. Po, ka ngashtë, dita ma me fat në jetën te me kik, është dita e marte. Ditën e marte ka marrë shumë surpriza në jetën tem. Ditën e marte ka marrë shumë surpriza në jetën tem. Shumë gjana të mira, gjithë shka që më ka ndodhë, o ka në dita e marte. Mirë, sot sigurisht kemi edhe lojra, do të ndalemi të një temë, një djalë brenda emisionit ton ka shpreh simpati për një djalë tjetër, ka pas edhe tematik brenda emisionit që na e kena bisedu. Gjëra që ndonë të mishën, ha? Po, pa tjetër. Kështë mi bo ma zise për putë? Kështu që na jemi këtu për bisedu. Seriosisht? Po. Kush ta mërmenja para se të vazhdojmë të tema? Kush të kush? I kom që durna? Valentin ti? Unë e di. Nuk po jap një emër, po pres... Dikush o skuq. Kush o skuq? Unë se pas në ti që pas në me mesin tonë kësi loj njerëz. Inshallah s'janë këta dë. Se unë jam mides. Për këta për mas s'po besoj, unë ganin e një personalisht. Bashku nuk beson kërset. Ja, për që ta dë, abeden... E pse te u ka po dyshon? Ja, po thom, ta është di. Unë as tuk e prita se qeret programin në kësi mënyre, edhe unë nuk e di si ka këtu dashurum djallë me djallë. Na jena... U habetëm në ra shumë gabim. Ta është... Na jem tonë shokë për dhe. Nuk po di. Ju ofendoj, ha? Ka dale se... Ju ofendoj. Pasaj të kesh gjithat vajzë nuk u parasujva atje, qa do shikoj që këte? Falemderit. Pse, po mi dërësom se ti dyshove të uka e të Noedi. Nuk dyshova se këta dë si një personalisht, dhe me thonë. E durimi për një personalisht. Asa tjetën e me sa aroma, as to se një aroma. As to. Amo veç këta Edin edhe Ganin, i një këta, di që s'janë. Aj, ka shprej përqimen ty. Kush? Ja, nuk është e mundur. Ja. Qysh? Këpo do të sështë ashtë, a vëtin. Aj, që është, ka shprej përqimen ty në A është e vërteta? Mikrofonin e pja që nuk po të gjohër. Mere mikrofonin tjetër. Nuk jam mune aj. No, e dhe pja... Vjen kesh dere gabuar. Qa po dhe të s'jam mune? A o që ki, aso që ki? Aj, ka shprej përqim në ty. Po nuk jam mune. Kjo është çështja. Shka të thonë me dojë se se të marrë. Po t'ishte do t'a thoja, po s'jam unë. Ai dikushi. Kiki, po folë Shqip e vesht po mirëm. Kiki po të thotë si aj, po thonë është gjenis Jo, ajo. Si ka po Shqip ty, po aj po të thotë si unë nuk jam aj Po, njërë. nga, kë pas ka i gabimesh kë.
Në hymje ma poshtë është. Në hymje ma poshtë në ata. Qish pëse ta? Po pse ti kapësh? Noel, mos ta akuzo. Leonard, mos ju kap njerit, se Kika po thot nuk është ai, po thot nuk jam unë. Po ti pse ju kapësh njerit? Një derë ma por mos të tuj. E mikrofonin. Sepse ai ta kish thon me pas kohë. Ja mikrofonin Jo nuk. unë ai person. E dorimin mikrofonin, dorim se po dyshon këtë ti. Nuk e di pse po dyshon, po tisha unë do t'ja thoja. Po s'jam unë. Okej, a në dhe kush është ai? Do të ditë. Ai, se më menova qëllove këtë. Pse akuzoj, fal. Flasu? Po. Atëherë, se shumë s'po boshër ata i, ky ai. Tash ku i futesh botës artit, do kesh pëlqime, si nga gjinja mashkullore, si femërore. Po, mo Unë e marr si kompliment, pastaj. Po kompliment, ai normal me doj. Kompliment me dashuru burri. Jo burri. Shko të dhënë. Nuk ishte fjala dashuri, një sekond. E gjove që ata Kika. Ishte pëlqim. Pëlqimi me dashuri janë dy gjëra të ndryshme. Edhe gjetë bash ty dona? Një sekond. Ja, si inshallah jo. Po çka në story ti? Shikon ato like që merr. Po, edhe? I ke edhe meshkuj aty. Po, ka edhe meshkuj. Atë si e merr pëlqimin ti, vetëm për zhytje. Pëlqim për fotografi domethënë, jo për ndaj sen tjetër. Pëlqimi është pëlqim. Unë për shembull pëlqej. Vazhdoj, kush është ai djali që Ushtrimi më pëlqen shumë si prezantues, si djalë, si karakter, por s'do të thotë që më pëlqen nga fusha sentimentale, mos e kuptoj. Hiç telefonin ngani? Okej. Jo, as pak. Dorem, pse ti shoj ti Dorem? Nuk kam përgjigje Krishnik, nuk e di pse mendoj që jam unë ai individi, po nuk jam unë ja thash, po tisha ti më një mjaftueshëm që po tishta ashtu do t'ja thoja. Andjesh jo ofenduar. Andjesh jo ofenduar Dorem që po thot ti. Se tash Leonardi për me po, është kallap, s'ka faj ai që dashuran. Naj femën po, naj burri u vallo. O Krishnik, unë nuk do prisja të stërgjati po t'ishta ashtu, po s'jam unë ai, kjo është çështja. Se po e marrë. Se çfarë do të bëje ti? Do t'ja thoja, po t'isha unë, ai që do thoshte. O Krishnik, unë vdes për pëlqime, ku kam like te ande majtas djathas, unë vdes. Ti merr si dush aty. Ti e rriti. Ta dha përgjigjen pak Leonard. Ti s'ken trem. Ta dha përgjigjen Po pra. shkolla të e pëlqyti ç'ta. Ta dha përgjigjen. Tjetë e kuptu misha të thonë njeri, me pos pëlqen të tha në sy, lov po du që shtë, edhe okej. Shumë normal. Po ai ta dha përgjigjen. A më tash njeri po thotë mi ka unë, a majtë ka unë, a djathë një dashuroj njerës. Jo. Si majta si djathas, dy gjinit e kisha fjalla një. Po pra, po, paka shumë, ai ta dha një përgjigje ty, Pa të ofendu, Leonard. edhe si kur tjetë, ashtu s'ku me donë, ti si në preferencat e mija. Po, edhe s'do të më konë ato. S'do të më konë. Po normal që po edhe si kur, që të rish rahat, i qetë. Valentina, Leonardi e kanë hetu që ka qenë ma i komentu me javën e kalume, ka pas probleme me komente, edhe sot vjen po ashtu, nështë është pjesë e lojës emisionit, që ta pëlqen një djallë brenda emisionit. Si duket kjo? Tani, unë fakt jam pak me të vjetrën, jam me Leonardin, ndihet i fyer edhe ndihet keq, por që tani jeta është, jemi në 2026 në Leonard. Po 2026 s'do me thonë tash na ka ndodhur që na pëlqen dhe ne femrat kur jemi prindër, jemi kështu edhe kena ngel ngushtë, por që komenti më i bukur është ti tregosh atyre që nuk thyesh, sepse kushtrimi sapo e përmendi, ato njerëz janë duke të bërë ty presion me komente, janë duke shkruar ato për të bërë pjesë e programit. A ndikimi aty në njerëzve që e ka shty këta më ta shpreh. Unë të them, të këshilloj që mos ndikohesh fare. Ti po dyshon te Noeli edhe te Durimi, po si Noeli si Durimi janë si Noeli si Durimi janë ty quna shumë të mirë, se nuk mendoj që mund me pas një refuzim back. Kika. Po ta marrë mendim e kushtimit, a? Kur t'jeni na për spektakle televizive, do të më kanë shumë të përgadit. Këto ta ka ba, po duket, gëzoj me fol? Po. Këto ta ka bo Kika, është një kamerë më sheft dhe veç këto e ka bo vetëm për shkaq që se ti e ka një komentuar i javës edhe do t'jesh tash më i komentuari edhe do t'a kuptoj një Ja aktor, bash ti u kondesh, nuk e kom prit një reagim t'il, ti u kondesh se ti mas pak ku t'pikrit njerëzve tjerë, ti u kondesh me ra prej e kësaj, ti u kondesh me aktru edhe me thonë, po, faleminderit edhe, nuk e kom prit një reagim t'il.
Jo po, ti kamerat e msheft ati e din. Në spektakle televizive gjithkush ka kamerat msheft. Ka ndodhë që ka ardhë djerje, ka përdojnë, Mo habiti uka kure vlerësoj ukën edhe uka që me... Va që falë ma bëna Allah. Apo jo se, ki ka tha, dikush në këtë në mesin tunë. Në këta dënja personalisht, e kam shumë. Kjo ka orë sëtë, për këto, edhe për këta isha e dyshim. Për këtë tjetërin, dhe i dikun vrejet, apo din? Mikrofonin, dorim mikrofonin, dorim mikrofonin, nojen mikrofonin dorimit, nojen. Jo, ajo që më habiti më së shumë ti është se mu këthuje mua ti edhe po gulmonte që je ti. Po ka kujtu që më si ti prama i që i edhe po i thoja shumë sinqerisht, po i thoja, ore nuk jam unë, ky po je ti. Po mirë me ndosit e duar, që të them unë tjetër. Po kushtrem, unë menova se na dje, kena nejtëm dje, par dje... Si bëma ki karë për ty, Kena nejtë bashkë, unë e kuptojsha që kjo ka kujtu për dedurimi për arsye se mos ka shpresim pa ti dje në televizion të ka pa, edhe sot ka ardhë. Ka shko valoj, ku ka qupi, shko ka tranu. E Noeli pse? Noeli kjo është i çuditshëm. Me mikrofon, quna mos foni pa mikrofon. Provokator. Provokon kjo shumë, apo din. Edhe të ka ullë afer dy qysh. Ja, unë e për mas, kjo për mas. Unë e për fora. Ja, është shumë i mirë, jena të bosh. Do ta them diçka Noeli, po ta them gjatë si dialektuj. Atëherë Noeli jam shumë pozitiv si djalë. Unë ta thash edhe do ta them, edhe më e mend sot. Kur i futesh botës televizionit, Kika dhe kushtrimin kuptojnë shumë mirë, domethënë do të marrësh parasysh çdo lloj sfide. Me pozitivitet. Nuk është e thënë me po. Okej, mund të shpresh me një çutar. Siç e thash unë, like-et më pëlqen, po unë s'ta imponoj dot ty. Në televizion unë do të them like-et, edhe në jetë reale like-u më pëlqen. Kush më like-u më pëlqen çdo. Noeli çau kuç, Noeli. Ti je një djalë shumë, Një sekond. po i mirë. Ti u skuqe u bëre sikur fustani. Na kemi dyshuar në realitet, tash po flasim pa kamera në shef, na kemi besuar se ti ke pëlqim për Leonardin çdo herë, sepse mënyra që ti shishe Leonardin ka qenë e kemi biseduar në kushtrimin edhe me Asi, ka qenë si e veçantë. Është fan si jam be, kallzove Një sekond. Noeli nuk para skuqe me para se nuk kam komplekse. Një, e dyta, e kam atë pigmentin. Jam çokolad, nuk bin sy edhe kur skuqem. Leo është djali i shkallët. Vetëm do e pak më thoj sa do e kritikojsha për mirë, jo për keq, domethënë tjetën çik më i artikulum. Kaq. I artikulum. Kjo të ka bërë që ta pëlqesh? E pëlqej si djalë, jo nuk kam ndaj pëlqim. Oli se ajo të na shti llogave të na shti. I keq. Ore, po ta ndaj pëlqim e them unë. Co? As për gjëra as Edhe mirë, Leonard aty ku je në mes, je bukur. Leonard, unë mendoj që nëse ai ka një farë pëlqimi dorën e ka shumë afër te, a ndihesh si Po më i mirë. A ndihesh si sepse e shikoj dorën e Noelit shumë afër që po vjen, po afron kështu sikur nuk e kap kamera, po ta afrohet dora. Çfarë mendon? Ja, nuk është e vërtet, a Noel? A ndihesh si rreziku? Jo, po marr. Ja tu desh më na shti llogav doj. Absolutisht usa ha intrigën fare. O Leonard, Çështu kanë do këta duhet të marrni mendim ti shokin ngushti Leonardit. Shka thellë i herë? Çush po doket kjo situatë e krijuar këto? Pa këto... Ta kanë drejtën e vetë. Ka dare, këto se e bot ju kamerën shef, në rregull, edhe ky pa drejt mua në ku, se si përmbata sa i gjenia, sa i degë, në me thona ferim, pa dhe këta ti më dhirë të përshum se... I refuzoj Leonard? Absolutisht. Edhe deshta mu Leonard pse i the durimit sot kjo ardhë. Durimi ka qenë edhe një javën e kalume, po se ke vrejt heq ti? Kam qenë i pirë. E, ju dje me i qa prit një pi femnave ku Leonardi pritim ju rafuzu juve dëve. Ja, së shi Mikrofonin dorimit edhe... Tash unë kisha me folë për Leonardin se... Mos jeti ajuk! Unë jam aj se ti e të ranu vla që ka gjësi tepër, po të thëmë këto në besi janë, për këso besi janë më së më thërë, kështu a shqyqare, ta nuk kanë shka mu prek se Leonardi mundet me pëlqy, me pasë mënyrë shoqënie, mënyrë punës, mënyrë karakterit, femnat jërë për tjera mënyra,
Për çfarë mënyra janë femna? Fol Valentin, për A unë kam... Femna që për dashuri. për dashuri ti Valentina? Se për shka o femna? Jo, unë jam për Me gatuar... qurë batë që me bjellë speca? Femrat janë dashurin vete dhe Valentina nasi konkreta si vej për arti, kështu që... Petullat I qaj. Unë kisha dashur me përmbyll me këto, jeni në emision televizive dhe pritni gjë, kështu që unë kisha thonë kush e ka radhën tash kik me knu pak, me ndru pak. Durimi me Ukën, do kisha ftu Leonardin me dalë mrapa shokut të ti në ngusht Noelit, edhe t'janë çon venin durimit, ka një kënd durimi kjo është. me Ukën, okej? Me pëlqyet, bravo që nuk kanë shut frontin, a juve dëve kom jo montu I dredhi se kini muhabit që kom jo bo. Durimi, ja? Për ty hejt edhe për ty raket. Përgatitu një quna. Moj Hatice, moj Shamit kuqe, ti një gjynë baca, moj flok të kuqe, ti një gjynë baca, moj flok të kuqe. Flok të kuqe ti shitov dhe zana, as po të dhime në baba nana, as po të dhime në baba nana. Baba nana e krytë vlazënia, shkojte burri e me rokë pleqënia, shkojte burri e me rokë pleqënia. Shkojte burri e me rokë pleqënia, për kanaci e më kapin I thmia, për kanaci e me kapin I thmia. Për kanaci e me kapin I thmia, lypin e buken o argatënia, lypin e buken o argatënia. Ju falemderë. Ju falemderë. Me që tren edhe gania ka I kom? Ajde gani nërdev? Po? S'prejmë shoh shumë dhe. Dona një Leonardin që kena kuq pak sonte. O, Kreshnik, Uka ka qik probleme defin sot, nuk po e lëshon njëra të, qa ka? Po, piknojnë, varë se si iknojnë, a janë shon defin. Jo, edhe që parja kërkoj, Kreshniku, diçka ka? Kreshniku jam unë me qëra fjalla, ha? Okej. Gjithmonë e ngatroj. Me gjithë seve këshalon heti. Kan? Edhe me gjithë seve Hajde, këshalon vetë. pak. Se na shtona bëjmë bo më lëtëm pak po. Hajde. Ka mikrofon tjetër, jep një mikrofonin tjetër hetit? Okej, merë një mikrofon afreja Ukës për shkak të dajrës? Hajde. Mojara nenone jarko, mojara nenone jarko, jeti kom jeti mi eko lano, jeti kom jeti mi eko lano. I kena qitë glamurin për vishmije, për me ditë se na jena shkotije. I kena qitë glamurin për vishmije, për me ditë që na jena zotnije. Zotnije na kanoj edhe jena,
Këshniki zonin ashtë e kena Zonin ashtë e kena zonin e kena Bravo! Dore, kushtrim ati kam plëcu dëshirat. Po. Kishë në i dëshirë? Tash, kushtrim. Burash, i kena 4 këngëtarë qëto. Cilën e kështë të ndasëm, me të kënu ndasëm. Pasha zotin, unë edhe dje kom thonë... Vesh dalimi me këcy edhe me të kënu ashtë, do më thonë. Po, cilën e kështë të me kënu ndasëm? Ato 2 këngëtarët, Edin edhe Edja, po? Po, Edi edhe Ganio. Dje, në emisionin e kaluam... Bashtarët, se edhe Leonardi, Edhe Leonardi po, Leonardi po se kum një, pak më ka dëshpru në kohën e fundit, ato 2 Se dëshpraj? Më ka dëshpru se unë e kom një zatë tepër shumë të mirë. Ko ishe prova, po? Me ditë Leonardi se që shkënon kangë vajtuse, ti i pren venat. Unë e kisha thonë Leonardi të këno pa muzikë, Leonard. A ka mundësi, Leonardi? Jo, unë e kam një kangë Leonardi që është hit, bohet me miliona diçka, Gjuhet pranë me miliona dhe e kom pa që është një ndërkangë, edhe me tregu drejtën Tivat, kur isha në Tivat para 10 dite, persona që erdhe me marë që në shok të mitë përbashkët me Leonardin, erdhe me kangën bëhet me milionas. Në kënok një gjysë refreni o Leonard, milionave? Gjuhen paret me miliona, ne na thojnë kampiona, ne porrina me babloka, pina shisha edhe koka. Gjuhen paret me miliona, ne na thojnë kampiona, ne porrina me babloka, pina shisha edhe koka. Bravo. Ti e kënon që të kohë, po ka kum shku, unë edhe në kere kam që të kohë. Jo se e kam qep. Qep e kam qep. Këtë pas kanë qep, o ti, Leonard, ti folë. Leonard, hajtë edhe atë kongën nëse ka mundësi kik, atë kongën që e ke kënu mbra pasken, atë baladën që e vërtit një zonë, kik no koment. Shkrepza dhe duhani, veç të dyja, për mua po kallen. Mua me djek gjani, ka me kënd, i qahalet. Tash janë që të gjithë në këmbë, pare fise i ngusht e i gjanë, nuk po munden me ma hek mërzin. Për mërzin që kam një duhan. Okej, këtë fanë sa tu durim me një kongë kështu, jo të vjetra dira, po një... Kongë që në përqej mësë shumë të të li shaqirit, udhëtimet të mi, udhët të mija, shkajmë. Nga dozë që të shkoj, njeri pa fat, brëngat për atë dhe, nuk më lojnë rehat, mzgjojnë ato mzgjojnë dhe si kur e din, zemra ime më thot, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin, do të kthehem në Prishtin. Ma sharit ku n'gjitem, e si ditë natë, m'pysin zogjtë e malit, nuk më lënë rehat. M'pysin ata m'pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rin. M'pysin ata m'pysin, si kur nuk e din, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rin. Bravo, Dorem. Ma ka tërqet trupin, e kur tjena të kjo... Dorimi falë, ma falë, ma bë halal. Dorimi është mos qaj, kushtëm, se më plagose zamrën. Dorim, ma ki tërqet trupin, une edhe pak dit, edhe ma nuk do t'jam pjesë asni mediume. Edhe e ka vendos me mbaru karierën aty ku e ka fillu, do me thonë me kiken e ka fillu dhe me kiken për përfundan. Nuk do t'jem pjesë asni mediume, nuk do t'jem pjesë asë në Kosovë, do të shkoj më një shtetë ku do të filloj një karierë tjetër jetësore, kështu që ape do të ketë lidhje me media, po jo në Kosovë. Do të ketë diçka më të madhe, po jashtë Kosovës,
e kom nështu edhe vizën e ka marrë, kështu që Ky urimet, shko të kam bërë një duar tërkitje. Një duar tërkitje për durimin, se vërtet jesh më mirë. Kushtrem? Mund të ndiçka, vetëm ndiçka të vogël. Dëgjo, pavarësisht gjithçkaje në jetë, pavarësisht karrierës dhe gjithçka që të merr rrjedha e jetës, unë të uroj fat e mbarsi kudo që shkosh. Faleminderit shumë, prit Zoti. Kushtrem, unë e di ku kime shku ti, personalisht nesh kime kom, po të kalzej. Respekt. Unë do të thoja po folin mediat. Ti udha e mbar në ato dëshirat e tua, edhe kur ëndrat janë më të mëdhaja, askush nuk i refuzon, edhe unë të uroj suksese, po do të themi gjë si emigrante. Gjithmonë na kanë vrarë këngët e kurbetit, ma gjosët këtë fjalë dhe pas shumë vitesh në emigrim do më kujtosh këto fjalë që po them sot. Kam përjetu ngritje shumë të mëdhaja në vendin e huaj në Itali ku jetoj. Kam parë veten time me dokumenta italiane që njerëzit nuk i arrin, kam pa veten time me dokumenta si muratore që një femër nuk i arrin. Kam pa një nderim shumë të madh, po kur nuk kam ndjer shpirtin plot siç e ndjej në vendin tim, në Prishtinë dhe Tiranë ku un kam ardhur për këto emisione, aty ku kam familjen dhe do ta them me shpirt, do qash dhe ti siç kam qarë unë ato 6 vite në Itali, dhe unë jam akoma në Itali, jam për këtë emision dhe do më kujtosh një ditë mos qajt, lutem. Unë shumë pak kaj, të tham shumë seriozisht, unë shumë pak mundi më pa me lot. Ndjes njerëz? Unë e kam pas një jetë shumë të përlotër, edhe i kom premtu familjes teme që kur një jetë me lot s'kan më pa, kërkoj falje, veç tham se kam pas andër me shku edhe mu kam pjesë një televizioni ose një diçka që s'po du me fol ma shumë, jashtë Kosovës, e kam falë Zotit edhe falë shokit tem të ngusht, ma shumë se vlla që e kam, kushtrimin i cili është i Podojevës, edhe falë ati, unë e sot kam arrit me marrë një vizë dhe me shku me ba një andër tem në realitet, është pak e ranë, po duhet na me luftu sukseset ju vishin veç durim. Pa tjetër se rrugtim mbar, sigurisht që njerëzit thonë që gazetarët gëzon kur ju i kolega, po unë kam pas bashkëpunëtor, shok, dhe sigurisht që për mua do të mbetesh një shok i mirë. Po zemë ju thirrje dhe atje, Fandej nuk kam pjesë e jamja? Ne do të ndryshojmë situatë, do kalojmë me Gania ka me raketa diçka, refrenin e Gani raketës. Gani raketës, do më thonë konga Gani raketës. Kjo është më rëndësi vlla, ja kushtoj kongën vetit. Hajde Gane? Qoja një selam, dhu që s'kam haru, akuzëm ka hip, shtret ka me pagu. Qoja një selam, dhu që s'du me pa, krejt qka mi ka bam, kur halal si kam, kur halal si kam. Qoja një selam, du që s'kam harum, akuzam ka hip, shret ka me pagu. Qoja një selam, du që s'du me pa, krejt qka mi ka ba, o krejt halal jaboj, oj, krejt halal jaboj. Valla, kur halal se jaboj. Qoja një selam, edhe unë kam e ta thonë që të kongë kushtre masil shkaj, ta qaj një selam, edhe krejt halal. Kur thirrën në emision do në? Heidi ka një emër, unë një ditë kam thonë, qovë se Heidi ka me jetë dhe ka me shëndrit në për skena, sigurisht që e pret në rukëtim shumë i bukur me neve, që kemi disa këngë dhe disa aktive për të realizuar në Kroaci, në vendet të ndryshme bashkimit evropian me Hedin. Unë e di që Hedi ka me arrit një sukses, por ajo që ka me randimu, ma shumë që është emri Hedi. Hedi, që është një refren i shkortë dhe po më pelcen sa më të më kjo arë sport, s'ke kështë... Sport, po. Si qef. Okej, qa kemi Hedi bashkë?
Një refren të shkurt. Së shpëllen çfarë të doni unë. Çfarë ta don zemra jote? Pran verën e vonë, as një trandafil ma nuk qel. E ti me mashtron, pas tin e pani vej. Hej, dashta u bë mirë, unë e kisha shumë vështirë, të mbim vetën. E prisa pak ma gjatë. Një refren e lypë. Okej, Uk, na the se unë këndoj edhe me orkestër. Mikrofoni nuk ka. Hajde Uk, një refren nga ti Uk. Kështu që se din publiki na boj muzik, po ta djemë të më thoni, adoraj edhe i duhe dhe respektoj. Janë shumë vjen të mirë. Veç për para keni me hecë, po na matë më që mi jena pak me ato tradita tona, matë më që me na këngojnë për shamë dhe talavalë shajit e pollore, një fjallë, Okej. pak se shkurtë. Kur po tani lulet bukur, tharë si do ta keme për her. Kur po tani lulet bukur, tharë si do ta keme për her. I ku flutu, roj si flutur, edhe s'mujta me i marrer. I ku flutu, roj si flutur, edhe s'mujta me i marrer. Shkemi Valentin, po më qanë Valentina. Ndjesa. E ki gjallë këtë Atëherë kongë? kjo është kënga e gjyqit tim, që më ka rritur me shumë dashuri. Ka qenë në çdo gëzim të familjes time dhe ma kujtove sot. Kërkoj falje, unë e knova nuk e dita si... Ri, bone qa bone mashinë e Valentinën me kajtu. Valentina, gjithë duam gjyshri që Qëllim, na a? mungojnë Valentina, pa qëllim. Respekt, jo, falbim. Ja për shambull dhe unë fillova me kajt për kushtrimin, po kur e kujtova, thash m'blen rahat të na këto vjatë, mu nalë në najle kajtja. No e cila është kënga që ti do na këndosh për fond, gjithë kënduan? Kush po thot? Po shpirt, kam kënu që 5 vjeqo. Hajde. Faleminderit Lës. Kam nej potencial, a nej zau kush e di, po kam një timër sa për vete dhe kam Hajde dhe gjoj. Faleminderit Lës, suksese. Rrafsho. Faleminderit. Papa. Respekt. Me që jemi në Kosovë, do këndoj një këngë të Sabri Fezulaut Hajde. në Prishtinë. Hajde. Mos gabom kështu e ka titulli. Që ta ndihmon burimi. Mirë jam. Okej. Të kujtohet jo natë, shi kur binte në Prishtinë, ne të dy si dy për shpërisnim për dashurin, unë të doja, ti më doje, Luku gjelbër të gërmisë, yjet hëna na bënin roje, Elisa gjelbëronin prej lakmisë. E mistemi të dashur, i përshëndesim gjithë. Ju dua shumë. Koshtrim faleminderit. Kushtrim faleminderit. Faleminderit. Edhe Ishte suksese. knaçi, Valentina si kalove? Shumë mirë edhe emocioni më i madh ishte kënga që më kujtoi gjyshin tim. Këta janë shumë magji, nuk të marrin vesh as kur marron as kur përfundon. Ishte knaçi. Ishte kënaqësi shumë e madhe, vërtet Knatësi që isha pjesë e juaja. Këto kanë zemra shpirti, si kalove sot? U knaqa, ta them sinqerisht. Jashtë masë. Durim? Kushtrimit do i them diçka se du ta them dhe s'rri do të pa ja them. Ku e vuft kamën ja bov Zoti drejt edhe ar. Është djalë kampion,
kam shumë respekt, unë e kam ndjek shumë në televizion, kushtrimin. Kështu para kamerave fojnë to, se mas kamerat mafin. Jo se e kam parasyve, po kam dubilesa dhe kam respekt veçantë. Është edhe moderator dhe gazetar dhe best, kaq. Zoti ta prift marr ku do të qofshim, 4 cepat e Europës. Bravo Noeli. Po. Po Durim? Kam kaluar shumë mirë. Kushtrimin e përcjell në tek Kosova Info kur i bën ato emisionet e bukura të lezetshme me njerëzit në rrugë, intervistat dhe ato bashkëletat. S'keni ardhur me fol për kushtrimin këtu, ne si kaluam sot. Jo, desha të them për këtë meqense e përmendi edhe Kako, vazhdojmë. Kako me i kushtrimi? Po shumë mirë kalova Krishnik, nuk kam. Jam interesant. Në rregull. Na kalu mirë, gjithë besoj gati po foli për gjithësiton, post me një jam i zhgënjim. Okej, kalojmë tek Heidi. Kemi kalu bukur, atmosferë. Ti e veçantë. Kam për shefon ty. Dashuria, zemra, ylli, kingi. Gani raketa. Xhelozia këtu. Çfarë? Si kaltërt? Kompliment gani, Franci, është prens. Kompliment. Jep mikrofonin. Qa them? Më fal. Ka, mbasi të mbaroj këtë reality show udhtimi, do bëj Princi Kaltër, kështu që ne do zgjedhim këtë Princin e Kaltër, do zgjedhim shumë vajza. Besoj se e keni ndjek si program dikur para ca viteve. Princi Kaltër, është super event. Që do kesh privilegjin Leo do. Faleminderit prej komplimentat. Jo, e kisha me Leo, jo me ty. Jo, po mu më tha Princi Kaltër marrë, ta më drejtu mu. Leo. Ani Princi Kaltër të respekt. Leo në gacmu pak, edhe komentet mbrame edhe sot. Ta shqipsem kalove prej Ganis, këtha mikrofonin Ganis? Qysh kalove sot Gani? Po mirë, sot kesh mirë. Kjo që goli 2 fisht i Noelit. Katastrofë keq. Nuk e se bërë. Se? Shumë katastrofë. Edhe Princit Kaltër do me çun klip? Qysh klip? Princi Kaltër më. Princi Kaltër, faleminderit. Faleminderit. Edhe po thush keq. Edhe fantastik. Ja zëk. Ja zëk, që më thëj. Me Stambollit, ja zëk. Kushtre? Mirë kena kalon. E djema ju uroj suksese, faleminderit Kik që jam pjesë e juaja. Si duket është emisioni jon i fundit bashk, po mos harroni djem ndjek në ëndrrën e juve. Nëse është emisioni i fundit këtu, do të jetë emisioni i parë dikon tjetër, kështu që ndjek në ëndrrën, ndjekni sukseset e juve, edhe mos u ndalni kurrë. Faleminderit prej secilit veç e veç, prej Kikës, Valentinës, e diktirti edhe të kamermanat e regjia. Faleminderit për krejt njerëzit kudo që janë, për komplimentet, komentet pozitive, negative. Faleminderit sepse do t'jeni pjesë, edhe pjesë e jemja, kështu që mos harroni sepse jeta vazhdon, jeta është e bukur, veç buzëqeshni asaj sepse ja vlen. Faleminderit shumë. Para se me mbyll, ty rrugë mbar është naci që përfundon bashkë rrugtim, në kuadër të ne do vazhdojmë, po për rrugtimin tënd është naci. Nartë kërkoj fohëdje, mundu pak me ngutë si emision, po gjithsesi unë pyeta Ganin, Noelin, Durimin, edhe mundu më të abonitet me 2, kështu që kërkoj fohëdje prapë. Po hajmë mos fofshim. Ne miq kaq, do takohemi të hënën. Deri të hënën, mirë po jo nga këtu. Të hënën do i shohim këta Science Supermana, Spidermana, gjitha lojrat aty, sepse ka një loj me veshje të 1912-ës. Do më thonë, do i qojmë para ko. Dhe është një loj shumë e bukur që kemi atje bashkë. Jo, vazhdojnë t'jeni me neve, na shkrua një komend dhe bëni pjesë jona. Mirë po, harova. Në ekran keni emrin e të gjithë kandidatëve këtu, edhe numrat e telefonit. Do të shpallim të preferuarin tuaj kush ju ka pëlqyer për këto 5 ditë emision, dhe ai që deri preferuari ka një këngë dhe një videoklip gratis nga ne si produksion. Votoni me emrin, unë shembull poshtë është kë preferoni, ju do të votoni me emrin Uk, me emrin Gani, me emrin Hedi, me emrin Leonard, me emrin Durim, apo me emrin Noel.
Votoni për më të mirë dhe më të preferuarin e javës në numrat poshtë ekranin nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe gjitha shtetet që i kemi poshtë, edhe unë ju them, ju dua gjithëve. Votoni dhe sa më shumë shpërndarje dhe suport. Faleminderit. Shikim të këndshëm gjithmonë në programet tona. Respekte.